3. Ndërkohë që për koalicionet s'po flitet, opsionet nga ana tjetër të një koalicioni opozitar po i prish LDK-ja e cila po thotë që nuk merr pjesë në asnjë, nëse nuk e ka kryeministrin. LDK-ja merr gjitha, po veç flet çashtu. Çuditshme. Po, është shumë legjitime kjo pyetje dhe është pritshmëritë e qytetarëve. Legale, por që po, sepse tash e shpjegoj edhe legale, pasi çatë unë kam atë fushën tëre. Legale është se tash pritet më bëhet certifikimi dhe pastaj presidentja me caktu ditën e kërcënimit të kuvendit që duhet të jetë brenda 30 dite, po është jashtëzakonisht shqetësuese kjo faza deri te certifikimi, që nuk është e normuar në mënyrë të saktë dhe tani po në mënyrë po keq përdoret ndoshta edhe nga mos puna e institucioneve të caktuara që është e pafalshme në Kosovë me 900.000 votues ende se kemi certifikimin e zgjedhjeve. Gjermania e kryti këtë procedurë. Ka qenë një proces i mirë, një ditë e zgjedhjeve të mirë, ndërsa pas zgjedhjeve lënë shumë për të dëshiruar. Këtu duhet të ndryshojë, duhet të intervenojnë kur formohet qeveria e re. Tani jemi në afate që duhet të procedohet të formohet qeveria. E shpjegova, domethënë presidentja konstituohet në kuvendin caktën datën, zgjedhet domethënë bëhet betimi mbrana në atë mbledhje, bëhet betimi dhe zgjedhja e kryetarit. Kjo është dashur më shku normalisht. Po na jemi sui generis, mund ndodh që as betimi mos më bë, edhe mos më zgjedh kryetari. Po shpresoj që të zgjidhet, pastaj nëse bëhet certifikimi të mërkurën, i bie brenda 30 ditë më së larg, mundet për 15 ditë me caktu presidentja, mundet mas 10 ditë me caktu presidentja datën, edhe atë pritet me u zgjedh kryetari dhe betimin fakti deputetët dhe kryetari. Po shpresoj që duhet të bëhet një gjë të tillë, mos kalkulohen politikisht tek kryetari i kuvendit se është e pamundur të zgjidhet dikush tjetër. Dhe të procedohet më shpejt. Pastaj vijnë këto afatet 15 ditë i jep koalicionit apo partisë që ka fituar zgjedhjet për formimin e qeverisë. Dhe nëse nuk do një gjë e tillë prapë edhe 10 ditë presidentja mund t'ia jep njëjtës parti apo partisë tjetër të formohen qeverinë. Tani në seaza reale ku i kemi këta numra deputetëve, është dyqysh pak e çuditshme mos me mujt me formu qeverinë me 48 deputet. 10 minoritete. Po thu 48 deputet ti kesh, po se bësh qeveri është skandaloze mos na. Është skandaloze vetvete, po besoj që duhet të formohet, është shumë lehtë më formu. Mendoj se secili prej nesh e kish formuar ka qeveri dhe besoj që ka më formu qeveri, nuk është problem. Numrat, pastaj ndoshta do të ketë bash pak siduese kur vjen të zgjedhja presidentit, po natë të i kalojmë të hecim tutje sepse nuk e shoh unë, po ne edhe me vjen me punë praktike me institucionet e Kosovës 3-4 muaj para zgjedhjeve. Edhe tani 2-3 muaj mas zgjedhjeve gati një gjys viti, thuaj se nuk ka punë efektive nëpër institucionet. Dhe na kemi nevojë emergjente që të punojnë institucionet në mënyrë efektive, ashtu kështu e kemi një administratë të lot, edhe këto fushatat para zgjedhore dhe pas zgjedhore po shkaktojnë dëme, po shkaktojnë pasiguri, sidomos në aspektin ekonomik edhe përmbushjen e zotimeve, marrëveshjeve ndërkombëtare, duhet të punohet më shpejt, në krijimin e institucioneve, të kemi institucione efektive. Sepse kjo stërgjatje edhe pas zgjedhjeve i bën dëm në vetë funksionalitetit të shtetit të Kosovës. Po besoj që qeveria do të formohet pa problem. Do të formohet nga Kurti apo? Apo nga? Normal nga partia që ka fituar zgjedhjet me 48 deputet. Për ty Pantina? Kurti do bëjë qeverinë, do ketë opozitë, edhe me qeverisë të opozitës. deputet, s'do me thonë që mundesh me bo qeverinë, sepse të vynë 61 vota, ne kemi ndëgju deklarime edhe prej... Nëse nuk mundet me bo gjatë një deputet, me të vërtet, ma se ne dyshu se aja vlenë me qenë kryeministër, edhe nëse s'mundesh me bo, se është letë me bo, nuk ka problem me bo. Jo dhe bashkë letë, sepse ti duhet... Ka pas me 30 deputeti kanë bo gjatë, Po, do në kam koalicione me parti politike. Po dhe tash koalicione... Po i dosh Kurti, edhe pjesa tjetër e... Se që të keqe me bo koalicione, është shumë normale, na kem të folë, jemi të folë për këtë gjutë për bashkimit, ka shumë të mirë me bo koalicione, na kemi pa që ka nevojë, edhe qytetari ka qenë njerëzakonisht i mirë. Nuk ka rëndësi edhe gashi për koalicion, po ky thot koalicion me deputet, jo me parti politike. Nuk ka rëndësi se sa deputeti ki po në fakt ashtu i ka dhënë kushtetusja rolin e partive politike minimizon shumë në kuvend të deputet. Pra ata janë tash
pasha dhe së bash aty dhe nuk i intereson me asnjë parti politike. Në juridikisht i bën deputet e kanë rolin, po normal që partit politike. Kjo koalicion me deputet, jo me parti politike, nuk kupton që jo me partit, po është legale koalicion me deputet, pa parti politike. Po është edhe legale dhe legjitime me qenë koalicionar me parti politike. Është legjitime të shkon një deputet që i merr votat një parti. Po, është legjitime dhe legale, me vetë faktin kushtetutësia ju ka dhënë drejt, ka thënë mundesh me bëhet, nuk e kemi në sistemin sikur në vende tjera, nëse delpi e fiton zgjedhjet me një koalicion. Ajo është legaliteti që po fleti, unë po flas për legitimitetin. Se tani ai merr votin nga legale është edhe legjitime. Çore legjitimi ka një standard shumë më tol për mbushjes, legaliteti më të madh. Mendoj që jo, legaliteti është më sanksionues. Jo, legaliteti është më sanksionues, po. Po me vetë faktin kur është legale legjitime. Parime, kemi një lloj morali, politike. Por është më vështirë me moral që ndoshta nuk ekziston, po të cilën ne dëshirojmë ta. Po kush është me caktuar o legjitime aso legjitime? Kur është një autoritet përfundimtar, gjykata kushtetuese e Kosovës ka thënë shumë legjitime. Po, për ty. Nëse ai zotëria i merr votat e PDK-s, edhe në fund shkon e voton kryeministrin që vjen nga vetëndosja. Nuk është se para se fundi çdo kund botë do. Është okay ajo? Ai ka marr votat e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Edhe o deputet që përfaqëson qytetarët e Republikës së Kosovës. Kur është okay në Senat me ndryshu switch, çka ka lidhje këto ndryshojnë,